gëzuar. Në sofrët shqiptarit Bukë e Krype Zemër. Kemi marrë çmimin e parë në Firenze për shkaqetën më të mirë që bëhen në Firenze. Shqipërinë e kam gjithmonë në zemër dhe do e kem gjithmonë. Kam kanë fije i vogël, 94-shin. Kemi ardhë direkt në Firenze, sepse Firenze ishte ajo qyteti i ëndrave. Në atë kohë Shqipëria ishte një periudhë tranzicionit, edhe vendosëm të vinin në Firenze. Këtu kemi hapë në 96-ën kemi hapë furrën e bukës tonën parë në kratjetër të Firenzes, qytetit, ku kemi punuar për disa vite. Masanej kemi hapë disa lokale të tjera në centër të Firenzes, ku kemi pas një furrë buke, një restorant, një enotek dhe një paninotek. Aty kemi punuar shumë kohë, deri në vitin 2005. 2005-ën vendosa që mos të punoj mua që shumë sa po punosha, po të hapim një dyqan tjetër jashtë qendrës të Firenzes, vetëm për pasionin që kisha vetë, për verat edhe për prosciutat, djathrat, për ato produktet që gjesha kur shëtiqe në përbot. Pa na morë fantazia, ja vëm emrin, sepse duhet të quante Bukë e Krype Zemër, si që kemi ne, po nuk i shkonte Pane, Amore, Sale, po ja lame Pane, Amore dhe Fantasia. Kushdo që vjen, e ka dirën e hapur, tamam si në sofrët shqiptarit Bukë e Krype Zemër. Mbe ato gjonat e vogla, me ato gjonat e pasionit tim, me verat, me prosciutat, me djathat, me ato gjonat e veçanta, si të them. Mendoj që pasioni, dedikimi, normal që me pasë një sakrificat tona që me punë, me mund, me vrull, me sakrifica bëhet gjithë qka, po të them drejten, unë kam njek vetëm pasionin, nuk kam punu as i ditë, po thuaj se në gjithë të vite, përveç duke njek pasionin dhe duke kërku ato gjonat që më pëlqenin për mua, duke prezentu atyre rreth i shokëve tem, ato produkte që më pëlqenin mua. Unë kam pasion shumë të madh të shampoja. Ideja jeme ishte ajo që të sillja një produkt të mirë, po jo të koshtueshëm, so ato produktet e famshme, so ato markat e famshme, dhe t'jo prezantoja shokëve që ti tregoja që çfarë do të thotë një artizan, që do të thotë një prodhues i vogël, vere, ose djathi, ose prosciutash, ose çdo gjë tjetër. Edhe kjo ka kenë, mendoj, çelësi kryesore të cilin shoqëria ime e ka pëlqyer dhe e ka përcjell secili dikujt tjetër. Sidomos në kohët e fundit, nga Shqipëria vinë shumë njerëz, dhe shoh që në këtë periudhë dhe në Shqipëri është rrit shumë interesi i kërkimit produktit veçantë, i verës mirë, i verës me prodhim cilësor, i prosciutave, i djathave, i traditave. Kemi shumë njerëz nga Shqipëria. Italianët kanë kënd dhe janë akoma klientë tonë kryesor, po dhe nga Shqipëria kemi tani. Ka kënd shumë i vështirë, po nuk ka gjë që bëhet thjesht. Çdo gjë don mund, sakrificë, dedikim, përkushtim dhe ndjekje e ëndrave tuja dhe mos ndrim të ideve tujave që ke perfekte, precizo. Unë nuk kam ndërru ndonjëherë idenë e pasionit që në vitin 98 për herë të parë që kam mendu që të sjellin një dyqan me produktet veçanta në Firenze në momentin kur nuk u shikote me sy wow si shikohet tani. Kemi pas vështirësi, po arrin një moment e cili pastaj i kalon gjitha vështirësitë kur e bën një punë me pasion. Kjo është një ndër prosciutat më të veçanta të botës, si quhet Pata Negra. Është një racë derit shumë e veçantë që rritet në Spanjë, në jug perëndim të Spanjës. Është një racë derit i zi, me pasaport, me pedigree, që përjardhjen e ka të racë puro në të dy përjardhësit.
në jetën, në vitin e fundit të jetës tij hanë vetëm fara lisit. Fara lisit janë ato që i japin omega-3, vjamit kësaj prosciutës ka omega-3 më shumë se çdo ushqim tjetër që ne ham. Për shembull, kjo është një nga. Kemi një prosciutto demi që ngjason shumë pastërmajit tonë. Ajo më pëlqen. Kemi më shumë se 100 tipe djathras frances, cilet mu më kanë pëlqyer dhe i kanë pru për atë që më kanë pëlqyer mu. Normalisht që kemi edhe djathra italian. Kemi sjell ndonjëherë edhe djathra shqiptar. Djathrat e Mrisë dim sjell ndonjëherë. Kemi marrë çmimin e parë në Firenze për shkaqetën më të mirë që bëhen në Firenze. Në midis diku 400 prodhuesve, kemi marrë çmimin e parë në Firenze. Është kërkimi i afinimit gjithmonë të një produkti që të arrijë gjithmonë më mirë, çdo ditë më mirë, duke të i kalu ato idetë e recetave kryesore, duke kërku materialin e parë sa më të mirë çdo ditë dhe duke bën prova çdo ditë për ta përmirësuar çdo ditë më shumë, kemi arrit të bëjmë një nga focacciat më të mira të Firencës. Sot ju kemi vendit një ndër platot më të famshme që bëjmë ne te Panamore Fantazia. Do t'ja filloja nga këto tulipanet e kuq që janë bën me pata negra, një ndër prosciutat më të mira të botës. Jemi në jug perëndim të Spanjës, në Salamanca. Një racë derrit i zi që quhet pata negra 100% iberico. Ato i kanë derat si them me pedigri, me pashaport, të cilët e kanë përjardhjen e sigurt 100% racë puro nga të dy përjardhësit. Pastaj do të vazhdoja me gjoks patet e tumosit. Jemi në veri të Italisë, në pjesën midis Francë dhe Italisë, që është një prodhues. Ne jemi mësuar për të thonë një produktor, po ato janë një grup katullnarësh. Lulja në mes është e bën me prosciutto demi. Këtu jemi në veri të Spanjës, jemi në pjesën e Atlantikut, i ngjason pak pastërmahit tonë. Kjo është chorizo, në pjesën e gjithmonë në Spanjë, po në pjesën e mesdhelt. Këtu jemi në Toskana, është mortadele derrit egër me tartof. Djathat janë frances në këtë rast, mimolet, jemi në Lille, në qytetin Lils. Tom de Savoy, një ndër djathat më të vjetër të Savojës. Tomei Perigorden. Perigorden është një fshat i vogël në veri të Spanjës, ku ka 500 banor e 6000 kokë radhi. Kemi 100% djathë dhije. Këtë do ta shoqëroj me një ndër shampanjat më të mira që kemi te Panamore Fantazia. Kutje është një produktor i vogël, i klasifikuar Grand Cru. Grand Cru është një klasifikim që jepet që në vitin 1700 fshatrave më të mirë që bënin verën më të mirë. Këtë rast kemi 80% Pinot Nero, 20% Chardonnay. Vinifikimin alkoolik e bën në fuqi i drurit, pastaj rrin në shishe për 6 vite për të afinuar, për të krijuar ato bulzat. Sa më të holla. Kjo mund ta bëjmë edhe për profum, sepse është një nga shampanjat më të mira që kemi. Si që shikoni, bulzat janë super top. Shqipërinë e kam gjithmonë në zemër dhe do kemi gjithmonë. Bile unë kthehem shpesh në Shqipëri, njihem 100% shqiptar, 100% shkodran. Mesazhi për të rit, nuk njihem aq filozof sa të nap një mesazh, po do të thoja që të njekin gjithë ëndrat e veta, të njekin gjithë idetë që kanë pas, që të bëhen. Ajo është mesazhi kryesor, që të ndiqsh ëndrat dhe do të arrish gjithmonë një vend normal me sakrifica, me punë, me mundime, me vështirësi, patjetër, po arritet gjithmonë.